Gjatë mesnatës së kaluar është grabitur Sara Cineska e stacionit ujësillësit në lagjen 24 maj, në zonën pranë ish stacionit të trenit të Mallrave. Si pasojë, ujësillës kanalizime rajoni Vlorë njofton se ka patur ndërprerje të furnizimit me ujë në zonat që furnizohen nga ky stacion. Ndërprerje të ujit ka patur në lagjet 24 maj, në zonën pranë stacionit të trenit të Mallrave, Petrolifera, Teci, Porti i Peshkimit dhe në Zvërnec. Grupet në teren kanë ndërhyrë menjëherë pas konstatimit të rastit për zëvendësimin e Sara Cineskës, si dhe rikthimin e furnizimit normal me ujë. Për këtë ngjarje është bërë edhe denoncimi pranë policisë së qarkut të Vlorës. Specialisti i stacionit të pompimit Xhevit Leshi thekson se ky veprim i personave të papërgjegjshëm sill problematika për qytetarët. Sot është vjedhur gjatë natës Sara Cineska e shpërndarjes. Petrolifer, Tet, Port, Zvërnec. E grabiti njerëz pa përgjegjshëm. Se për 10.000, për 20.000 lek, rrin gjithë ky njerëz pa ujë. Leshi thekson se nuk është hera e parë që shënohen raste të grabitjeve pranë këtij stacioni, ndaj kërkohet edhe reagimi i policisë së shtetit në evidentimin dhe kapjen e autorëve. Në Mallravet, këtu është problematik, jo për këtë radhë, por shumë era, duke vjedhur Sara Cineskat, copat e ekurit, duke prerë me spata. Ujësillës kanalizime rajoni Vlorë u bën thirrje qytetarëve që të mbrojnë pronën publike dhe të mos e dëmtojnë atë, pasi këto veprime dëmtojnë gjithë komunitetin.